Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku ditën e sotme me mua Tiron Alili në kanalin Monitor TV. Sot në këtë video të dytë, më falni, do të ndaloj pak te klikimet, te këngët. Janë temat që në fakt më së shumti po komentohen në rrjetet sociale, shumë klikime. Janë tre protagonistë që ne kemi përzgjedhur të flasim, është Egli, Gjestis dhe Jozi. Ndoshta ju bezdis pak me këtë Gjesti nga që non stop, por çat bëj unë shkreti që ai është në super fokus të publikut shqiptar për të parë të rejat më të fundit se çfarë ka të bëjnë me jetën e Gjestit. Kënga e Gjestit Veshu e ndrequ për brenda 72 orësh, le ta themi, ka vajt 2.5 milion klikime. Nuk e vënë në dyshim që klikimet nuk janë të bleme, sepse Gjesti, të paktën ne që merremi me media, e dim shumë bukur se sa kureshtje ka jeta e Gjestit, sa janë njerëzit në dëshirë të madhe për të dëgjuar se çfarë bën Gjesti, se si jeton Gjesti, se ku shkon Gjesti, se qa ha Gjesti, se qa pi Gjesti, me kë është Gjesti, a është takuar Gjesti. Do thënë, janë shumë në pikpyetje të madhe gjërat dhe me patjetër që shkon 2.5 milion pa fare problem. Dhe unë jam i bindur që kënga Veshu e ndrequ do kaloj 10 milioni, nga që po të futemi në historikun e Gjestit, të gjitha këngët i ka si për 10 milionit. Dhe kjo në fakt edhe këtë këngën do ta qonë se është vetë algoritmi i kanalit, kur kapën viralitetin nuk ndalon më, përhapet edhe në për vendet e jashtme të botës, e ndëgjojnë dhe popujt të tjerë, pa marrë parasysh sepse shfaqet në suggestion, është një ndër këngët më të klikuar, dhe sidomos të këngët që kapin trendingun, domethënë që kapin klikimin vet për subscribe, për më falni edhe subscribe, por edhe për klikime, ato shkojnë përpara. Kënga Veshu e ndrequ ka pushtuar zemrën e të gjithë shqiptarëve. Një këngë është hit atëherë kur e këndojnë të gjithë në për diskoteka. Dëshmia e kësaj këngës që është tepër e dëgjuar dhe shumë e klikuar, domethënë duket nga momenti që Gjesti e fillon këngën në sken dhe fansat e tij të zjarrt, njerëzit që e kanë shumë xhan, që e duan tepër, nuk e lejojnë që Gjesti ta përfundon këtë këngën, e çon deri në fund, dhe kjo është ajo gjëja që në fakt është arritje dhe sukses për një këngëtar. Tani, te ana tjetër kemi Egli Takon. Egli Tako, për vetëm se 3-4 ditë, le ta quajmë, ka arritur mbi 2 milion klikime, domethënë këngët më të klikuara për këtë javë janë të Gjestit edhe të Eglit. Kënga Jet u prit me shumë dashuri, një këngë që pati tepër sukses, nga të dy produksionet në këtë rast patën sukses, There's 316 Music pati sukses, Bonarti, por dhe Fifi pati sukses me Eglin të padiskutueshëm. Këngë të cilat u mbështetën, u dashuruan, u duartrokitën pafund nga publiku, sepse të paktën pikërisht kënga Eglit, më duhet ta rithem disa herë, pati shumë tematik. Kënga që vazhdon të merr shumë klikime në YouTube është kënga Josefin Markut Jozit. Jozi deri më tani ka arritur në 1.7 milion klikime. Domethënë kënga e Jozit për pak ditë e publikuar arriti që t'i pushtoi zemrën e shqiptarëve. Jozi edhe në Big Brother kur ishte është komentuar jashtëmase bukur për këndimin e tij, domethënë të gjithë shqiptarët e kanë vlerësuar këndimin e Jozit, por nuk e vlerësonin edukatën, egon, kulturën që Jozi tregonte brenda në shtëpi, se po ta kishte edhe pak atë egon, pak më të thjesht, pak më të lehtë, besoj që do vazhdonte të merr popularitet edhe më të madh dhe do dashuroheshte. Po gjithsesi, domethënë fansat e Jozit, ato që duan muzikën, e admirojnë Jozin, duan këngët e Jozit sepse kënga ishte shumë e bukur, kishte shumë tematik, kishte shumë dashuri brenda, kishte shumë emocion, dhe për herë të parë në këtë të premten e SKP do t'jetë Jozi, domethënë në Tiranë, për herë të parë do t'jetë në SKP, së bashku me artisten e madhe miken tonë të nderuar Elin, të cilën dua ta përshëndes nga zemra, Eli Malaj, do t'jetë në SKP, kjo ishte një reklam pa lek për SKP, dhe domethënë Gjesti, Egli, Jozi shkojnë me klikime. Tani, me patjetër që shqiptarët preferojnë dhe këngën, por në pyetje është dhe kurreshtja, domethënë kur është ky miksi i të dyve, me patjetër që suksesi është i garantuar, këtë që nuk e diskutoj fare. Dhe për këtë gjën janë këngët më të klikuara, por në kulminacionin e klikimit aktualisht, nuk do ta themi gjithmonë aktualisht,
sepse mvaret si do të rrjedhin gjërat. Do me thënë gjesti është momentalisht më i klikuari, edhe pse kënga e gjestit në radhitje është publikuar e treta. Dhe në treta këngë është publikuar e gjestit. Por gjithsesi, publiku do të di më shumë për gjestin, do të di më shumë për jetën e tij, do të di më shumë për përditshmërinë e tij, do të di më shumë për gjërat e tij, dhe kjo gjëja do të thënë e bën gjestin që të jetë i preferuar, të jetë i dashur dhe publiku ta mirëpret me shumë kënaqësi. E dyta, do flasim pak për Jozin. Jozi tashmë fillon me projekte, i ka premtuar shumë këngë. Kënga Dehem është një këngë shumë e bukur, një këngë e cila është pranuar nga publiku. Zakonisht Jozi njihet për baladat e dashurisë, njihet për këtë këndimin që ka, për mënyrën se si vjen te publiku, dhe Egli që tashmë do starton me koncerte, do të thënë Egli tash i ka nxjerr 3 koncertet e para dhe fillon në Londër. Shqiptarët e Londrës do të kenë fatin që ta dëgjojnë Eglin. Unë jam i bindur që Egli ka përgatitur dhe repertorin, sepse duhet të mbushën të paktën një 40 minutash në skenë me këngë, dhe normal Egli nuk ka dalur në skenë sepse nuk ka patur shumë projekte, ajo ka patur shumë pak projekte. Tani që i ka bërë gati projektet e saj, këngën me Fifin, këngën e re, jetë, edhe ka bërë një program, jam i bindur për këtë, me disa këngë ndoshta të kënduara me 1 minutazh të gjatë. Unë jam shumë i bindur që Egli do të pushtoj zemrën e të gjithë shqiptarëve dhe gjithçka do të jetë në nivelin më të mirë të mundshëm. Egli dhe Gjesti dhe Jozi momentalisht janë top 3-shi i këngëve më të klikuar në rrjetet sociale, në për TikTok, në për YouTube dhe të gjitha platformat e tjera ku lançohen këngët e tyre. Kënga Veshu e Ndreçu, kënga Jetë edhe kënga Jozit janë këngët të cilët shqiptarët kanë bërë shumë TikTok, ku shqiptarët kanë bërë shumë hashtag, ku shqiptarët kanë bërë shumë video dhe kanë jetuar momentet e tyre. Domethënë këto 3 këngë kanë ardhur në një fazë interesante. Zakonisht baladat nga përvoja, nga eksperienca që unë e di, domethënë me bisedë me producentët thonë që nuk shkojnë në muajin qershor, nga që vera do gjithmonë adrenalin, do gjithmonë pozitivitet, do gjithmonë energji, ndërsa tek Jozi dhe tek Egli me patjetër që baladat do të kenë sukses të garantuar, sepse është në pyetje ku reshtja e publikut për të parë se çfarë kanë bërë këto. Ndërsa tek Gjesti, domethënë Veshu e Ndreçu, është një këngë që e din të gjithë, e këndojnë të gjithë, e jetojnë të gjithë dhe vallëzojnë të gjithë, sepse Gjesti, nëse ka diçka që artistët e tjerë nuk e kanë, më duhet ta them këtë, e kam thënë disa herë, është i formuar me të gjitha të emër, gjest dhe ka ndërtuar këtë identitet.